Pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës me rëndësi për Republikën e Kosovës është formimi i Qeverisë së Kosovës, për të cilën tashmë presidentja Osmani e ka mandatuar kryeministrin në detyrë Albin Kurtin për të tentuar të formojë qeverinë e re të vendit 8 muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme. Njohësi i çështjeve politike Melazim Koci, në një intervistë për televizionin Syri, tha se ka pak gjasa që të ndodhë formimi i qeverisë nga kryeministri në detyrë në afatin prej 15 ditëve. Mendoj që gjasat që zoti Kurti të formojë qeverinë brenda 15 ditësh, aq pa në disponim, janë të vogla, por nuk ka gjasa as opozita të bëjë qeverinë. Do të thotë janë në një pat pozicion nga i cili vështirë është të dilet sepse asnjëra as para tjetër nuk e ka numrin e nevojshëm për formimin e qeverisë. Koci tha që për të shmangur disa dëmet të cilat mund t'i bëhen shtetit nga mos krijimi i një qeverie funksionale, atëherë zgjidhja më e mirë për një periudhë do të ishte formimi i një qeverie kalimtare. Unë mendoj se ndoshta zgjidhja më e mirë për Kosovën do të ishte diçka tjetër në këtë situatë, krijimi i një qeverie kalimtare me bazë të gjerë, me sa më shumë parti, për vetëm 3-4 muaj, e cila do të kryente disa çështje urgjente për Kosovën, siç është buxheti, miratimi i buxhetit, që Kosova të mos bllokohet pas vitit të ri, pastaj miratimi i disa marrëveshjeve ndërkombëtare për çka janë bllokuar fonde të Bashkimit Evropian dhe të tjerë, të bëj amandamentimin e kushtetutës Nenit 67 që shkaktoi në bindjen time këtë blokadë që të mos përsëritet sërish blokada pas zgjedhjeve të ardhshme. Teksa kanë mbetur edhe 12 ditë nga afati për formimin e qeverisë, Albin Kurti, kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës, theksoi se po e bëjnë një plan për një gjë të tillë në ditët në vijim.